eventual me vetëvendosjen? Jeni për opozitën nga ana tjetër, opozitën e deri se sot se dim kush është opozitë, kush është pozit, pra me Partinë Demokratike e Kosovës, apo do funksionoj si ishull Lidha Demokratike e Kosovës, nuk do e mbështes asnjërin as tjetrën palë. Do shkojë në opozitë. Cili është opsioni juaj? Kjo është seanca e konstituive e kuvendit. Ka më varë shumë krejt procesi politik në këtë seancë. A do të konstituohet kuvendi atë ditë, apo do të fillohet konstituimi me betimin e deputetëve dhe mbetet aty, mbetet e hapën seanca. Po, a jeni për koalicion me PDK-n, AK-n edhe... Po nuk varet nga partia e dytë dhe e tretë konstituimi i kuvendit, apo kuptoni? Jo, a jeni ju për? Po edhe na jena për konstituimin e kuvendit, po konstituimi i kuvendit varet nga partia e parë. Partia e parë do të me nominu kryetarin e kuvendit. Qartë. Nëse se jep emrin për kryetar kuvendit, seanca mbetet e mbyllur. E qartë, kjo është çështje procedurale. Na jemi të gatshëm, na kemi shku të gatshëm në seancë me emrin për nën kryetar të kuvendit edhe me emrin për shefin e grupit parlamentar, sepse i takon grupit ton politik. Për emrat tonë, na përgatitur. A jeni përcaktuar përfundimisht vetëm pak, a jeni përcaktuar përfundimisht për opozitë? Në opozitë jeni aktualisht, të deri djeshme. Në opozitë jena. Amo sot jemi ndryshe. Edhe sonde jena në opozitë, Nuk ka edhe... Ama keni shansën me inë pushtet. Natyrisht. Edhe ju e keni shansën 2 jonë, Shulevek. Natyrisht po, nuk po sillemi... King Baker LDK-ja. Nuk po sillemi ka shia asaj thonjes që e përmena më herët, që s'po du me përsërit edhe një herë. Nuk po dojmë me pa asnjë rol tjetër, pas ato që ne po vlerësojmë që duhet me pas këtë fazë. LDK-ja po vlerëson në rolin e vet që duhet me pas këtë fazë. Ne as nuk jemi të kërku me shkaktu procese, sepse me pas shkaktu procese u dalë me njëra mas 9 shkurtit me shkaktu procesin. As partia e dytë nuk ka shkaktu proces, a për shifni. Krejt janë në mindsetin edhe në gropën e vetëvendosjes. Krejt janë të e pritë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Qartë, ama PDK-ja, AK-ja, Haradine dhe PDK-ja po ju akuzojnë juve që jeni duke e prishur koalicionin eventual opozitar. A kanë drejt? Po nuk ka drejt, sepse me vetë faktin që po sillesh në pritje për certifikim, është e njëjta situatë, nuk ka situatë re. S'ka shkaktu as PDK-ja, as AK-ja. Na kemi thonë me njëra natën e parë që është rezultati jonë edhe kemi konstatuar gjendjen. Takimin që e pasuroni një mbrapa, kemi konfirmu qëndrimin tonë politik. Na kemi mojt takim, kemi konfirmu rolin tonë politik. Kjo është roli jonë politik. Nuk kemi shkaktu, me vetë faktin që shkaktu proces, 3, pas tjerë s'kanë shkaktu, tash tjerë të... E qara, ma të flasim termet... Qes na keni mësu ju neve që shmo shkaktu procesin politik. Ma të flasim termet thjeshta, Aziri. Jeni të përcaktuar që të qëndroni pa PDK-n dhe pa vetëvendosjen. Pra i bie, ju t'jeni si ishull dhe të qëndroni në opozitë. Pra nuk dëshironi të bëni koalicion në njërë në tjetër parë. A i bie kështu? Jo, nuk i bjen. Me termat me që unë për pasurejle dhe kënë është që ne nuk i bashkan gjitmi një ftese eventuale për koalicion me vetëvendosjen. Edhe po që se ja u jep kryeministrin? Po kjo na paragjyku se me thonë unë nuk shkoj pa thira i heq. Ka dalë do të me prit, ajtë ka thonë... Vetëm pak, dalë veç pak. As ju kanë thirë? Me 9 shkurt, ajtë ka thonë unë nuk bëj koalicion me këto parti. Po, pas 9 shkurtit ndryshon, se ajë 9 shkurtit ka mund me qenë një farë në entuziasmi... Ka dhe opcioni 500K. Po, egzaltim eventualisht. Po, na nuk jena numra në këtë rafsh, edhe nga kaldu që si na numra. Në ndë, deri sonte nuk kaftu kërkend me ndërtu qeveri. Po që se juftojnë? Na po thojmë, nëse na ftojmë, na sot e kema bo publike qëndrimin, para 10 ditëve kena bo publike qëndrimin, që na nuk tregojmë nga dëshmëri me ullë, me ndërtu koalicion me vetëvendosje, sepse kjo nuk është akt. Për me bo partneritet me dikon, do të me ndërtu proces politik. Ama as nuk do të uleni... Politika nuk është akt sonde me pru për nesër, të ndërton proces politik. Azire, as nuk uleni, se një është me ullë edhe me thonë jo. Ne për konfirmojmë edhe një herë. Ne